Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit se çfarë po ndodhen në shtëpinë e Big Brotherit. Hyrja e Joz Markut në shtëpi solli dinamika interesante, solli ndryshime të reja dhe solli të vërteta që nuk ishin thënë kur. Në fillim thuashte që vëllezërit i ka shok dhe më duhet që ta shpëtoj, por do t'ulem në tokë dhe do të qaj me dënes. Në anën tjetër, Jos Marku nuk njihte vëllezërit e saj. Në momentin që doli nga shtëpia me deklaratat të cilat i bëri në Shqipëria Live, teksa moderatorja e pyeste për një njohje që Jozi kishte patur me vëllezërit e Valbona Mhillit, flas konkretisht për këtë marrëdhënie, Jozi tha që unë nuk njoh njeri. Më pas Valbona thonte që e kam mik shumë të mirë, e kam shumë shok, dhe në anën tjetër rikthimi i Jozit në shtëpi nxori të vërteta që ishin dyshime dhe aludime që mes tyre ka patur apo ka një diçka. Të paktën mimikat edhe mënyra se si banorët i interpretojnë gjërat ndikon shumë dhe tregon shumë në çdo gjë. Jos Marku e bëri situatën që të jetë e kuptueshme. Jos Marku e bëri situatën që të jetë e dukshme, por reagimi i Valbonës e bëri të kuptueshme gjithçka. Jozi në dhomën e lavanderisë, gjatë një bisede që po bënte me Gerta Gixharin, ka pranuar që ka qenë në një lidhje me Valbonën, një lidhje dashurie që ka patur Valbona dhe Jozi. Por nga situatat e jetës, nga momentet e jetës, Valbona dhe Jozi është dashur që të ndahen dhe nuk kanë vazhduar më tej. Në atë kohë Jozi ka jetuar në Zvicër, sepse ka punuar në për kafet e natës në për klubet e muzikës live, dhe Valbona ka jetuar në Shqipëri. Ka shkuar e ka vizituar të dashurin e saj, ka udhëtuar me momente të ndryshme dhe kanë patur një marrëdhënie shumë të mirë. Por ajo marrëdhënie kishte përfunduar. Big Brotheri i riktheu përsëri së bashku. Kujtoj momentin kur Valbona Mhilli ka thyer kutinë e emergjencës që Jozi të kthehej në shtëpi, Valbona që qante me dënes pafund dhe qëndronte larg Jozit dhe thonte që shoku i vëllezërve të mi dha një deklaratë të rrejshme. Në atë kohë, Valbona tha që ju nuk e keni njohur akoma Jozin dhe Jozi nuk pati mundësi, nuk pati kohë për të treguar vlerat e njeriu që është. Dhe mundësia të cilën do t'ja jap unë është kjo, që Jozi t'i tregon vlerat e njeriut që është brenda në këtë shtëpinë e Big Brotherit. Që nuk kishte ndonjë ndjenjë për Jozin, Valbona nuk kishte, ndoshta më herët apo ndoshta e ka patur edhe nuk e ka shprehur sepse ajo lidhje më kishte përfunduar, ajo lidhje më kishte marrur fund dhe kjo dashuri kishte mbyllur më portat e emocioneve të saj dhe Valbona gjithmonë e bënte të mundur që Jozi të lidhej me Loredanën. Jozi të ishte me Loredanën. Momentin që Jozi doli nga shtëpia për herën e dytë më me zarf të zi pas fjalës të cilës ja tha Gjestit, Valbona e ka vuajtur daljen e Jozit me ditë të tëra, ka qarë me dënes, ka gjykuar Loredanën, ka fol për Loredanën dhe aty ran dyshimet e publikut se çfarë ka mes Jozit edhe Valbonës. Cili është sekreti i vërtet i tyre, se që nuk është një dashuri e vërtet, kjo nuk është edhe ka marrë fund, që nuk është një shoqëri, nuk është dhe kjo ka marrë fund. Në momentin që Jozi e pranoi këtë të vërtet, Valbona nuk ka informacion edhe nuk e dije që Jozi e ka treguar të vërtetën në shtëpi, sepse do nxjerrën Valbonën shumë keq, me patjetër që sonte kjo gjë do të trajtohet në Prime, me patjetër që sonte kjo gjë do të komentohet në Prime, do të flitet në Prime, sepse është një deklaratë shumë e fortë brenda kësaj shtëpie, sepse në fund të ditës Jozi ka sjell një histori nga jashtë që Valbona nuk ka dashur që ta tregon. Do të shohim se si do ndikon në lojën e Valbonës, si do të paragjykohet dhe gjykohet nga banorët e asaj shtëpie, ku Valbona vetëm një ditë më herët ka shprehur ndjenja të shkruajtura në një pasqyrë ku Gjesti u mundua që t'i afshinte dhe Valbona i betohej Gjestit që do ta hudhte brenda në pishin për veprimet që po bën. Valbona Mhilli ka shprehur ndjenja të shkruara me një buskuq në pasqyrë për Laertin. Tani, a është fytyra e vërtet kjo e Valbonës, e cila po mundohet të bëja të lulet, do të thënë po merr atë mjaltin e të gjitha lulet?
apo thjesht faktit do të ndjetë shumë keq kur sonte në Prime, vllau i madh do ta prezanton këtë video ku Jozi ja pranon Gerta Gixhari që ka patur lidhje dashurie me Valbona Amhillin. Do shohim se si do qastet dhe se si do vazhdon në shoqëria e tyre. Jozi u rikthye me një ftofësi me Valbonën. Valbona derisa e qartësoi këtë situatë nuk ndaloi, derisa i zbuti gjakrat nuk ndaloi dhe kërkonte vërtetësinë e kësaj situate. Do të shohim se si do shkojnë gjërat dhe ne do takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur videot më të fundit. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe dhe ne do të jemi gjithmonë këtu pranë jush.